Gjuliana, unë e njoh Gjuliana Nurën. Edhe nëse e ka fol, ose e ka thonë, ose çfarë do që ka bon për jetën e vetë. Kush je ti që e paragjykon jetën e dikujt? Ajo do të mu bonon, edhe inshallah jo 2 vjeç, po inshallah edhe 22 i bën. Kallë në dushmana, sepse kjo është Gjuliana. Të dashur miq, deshta t'ju thëm, mas pari përshëndetje, edhe kam pa shumë kritika, shumë video, shumë njerëz që po dojnë me dalë në qendër të vëmendjes me një kritik ose me një lavdat kundër ose pro Gjuliana Nurës. Ju kisha thonë njerëz mos paragjykoni, sepse kush je ti që e paragjykon jetën e dikujt që e ka zgjedhur ajo. Gjulianës i tham halal të koft, sepse ti je një mbretresh, tamam mbretresh, e ke tregu vetën tash, edhe pse u banën 2 vite që ke dalë jashtë bigut, ti prapo je në qendër të vëmendjes për njerëzit edhe po thënë rekorde debatev. Javë ke hap medjave një debat cilët vërtet nashti nuk din edhe mu përgjigj. Njerëz, Gjuliana, unë e njoh Gjuliana Nurën. Edhe nëse e ka fol, ose e ka thonë, ose çfarë do që ka bon për jetën e vetë. Kush je ti që e paragjykon jetën e dikujt? Ajo do të mu bonon, edhe inshallah jo 2 vjeç, po inshallah edhe 22 i bën. Se ti je mbretresh, edhe vërtet je për të admiru. Unë kam pa shumë kritika ndaj saj, shumë njerëz me fame, pa fame, dojnë me dalë në pa, se ju ka hup shikueshmëria, e kjo është turp. Kush je ti që e paragjykon jetën e dikujt? Orientimin e saj, se qysh edhe pse do më bonon. Gjuliana, kush e ka ngu me vëmendje, kam pa do analist mbram në një televizion këgja me famë në Kosovë, edhe analisti politikës e bëjke analizën e Gjuliana Nurës, edhe u marke turp me pa. Gjuliana Nura ka thonë, baba i fëmisë është shqiptar. Çka bëhet këto? Unë s'po du me tregu se kush është baba. Kallo, janë qu një shqiptari në kam, të paragjyku, e të komentu, e të bërë gjithë shka. Kush jete? Me qëfar pikpamje apo drejte të paragjykon jetën e dikuj? Nuk i drejt, absolutikisht nuk i drejt. E kjo unë vjen turp për do njerëz që i shoh që bojnë kësi lajme të rejme, kësi u qel një dere, po gojnë na kriqa derë, se që ajo dere është e famshme. T'ju kap me Gjuliana Nurës, sepse ajo ka famë edhe na të shkojna mas famës saj. Po, kur s'ta ka dhonë, a i nalt, këtë getit ka poshtë. E kështu që Gjulianës i urojna shumë shëndet, halal të koft që jetë mbajt sekret partnerin të jetës, i ke kallë zemër krit njerëzit, kështu që kallë në dushmana, sepse kjo është Gjuliana, javë